Qa bëhet o njerë, si u kom? Dhe bas që ti e nga i lloj personi që do doje me marrë vesh kush flet më pakrave për ty, edhe qa thon për ty. Të t'jap lali mënyrë me marrë vesh ose më? Ti edhe mund të kesh në i det qartë, besoj deri tash në mendje kush mund të jenë këto persona që merren me llafe, domethënë te grupi shoqëror ose te kolegët e punës, e kupton sidomos që s'kan si e shtyn tetorashin. Edhe për ty edhe për gjithë kolegët e tjerë dhe për shefin. Po sikur ti themi dy histori të ndryshme zemra. Po sikur të bësh si i mërzit sot. E kupton? Do të pyesi njëri pse i mërzit, do të pyesi tjetri pse i mërzit. Se kështu ti pash janë, e kupton? Edhe ti do i thosh të njëjtat detaje, po me ndryshim të vogël, që më i bë më bëshar. Për shembull, jam zon dje me gruan më burr, e kupton, mos ma kujto, amon. E pastaj thuaj historinë gjithsesi. U zum një orë, e kupton, bërtit ajo, bërtit ajo, bërtit unë, jepi ca detaje, tregoj si filloi, si eskaloi muhabeti. Edhe në fund kur kishim bërtit mjaftueshëm, ajo më tha, duhet konsideroj gjithçka me ty. Edhe iku nga shtëpia, nuk më erdhi në shtëpi mram, edhe më ka ngel menja. Edhe ai do të thotë inshallah bëhet më mirë zemra. Kur do të pyesi tjetri pse e mërzit, tregoj të njëjtën gjë, të njëjtat detaje, pse filloi, si eskaloi, por thuj që ika unë nga shtëpia. I thash unë duhet ta konsideroj çdo gjë. Edhe tash këto dy do bëjnë sharr me njëri tjetrin, se kush e ka ngjuar më mirë historinë tate. Më e bukur kësaj është se mund ta ndash këtë histori me 100 persona, domethënë se mund të jenë 4 persona, jo 2 persona. Dy të tjerëve thuj që bëm sherr të njëjtat detaje, doli ajo nga shtëpia, por nuk është se neti gjithë natën pa ardhur. Erdhi mas i orë dhe u pajtum, edhe jemi çik më mirë tash. Tjetri thuj të njëjtën gjë, hika unë nga shtëpia, por nuk është se neta gjithë natën. Erdha atë natë, erdha mas i orë, u pajtum, jeni çik më mirë. Tash janë 4 histori të ndryshme, që janë të njëjtat, është e njëjta histori që ndryshon vetëm detaji i fundit. Edhe këto do bëjnë sharr me njëri tjetrin. Sipas llogarisë që po bëjmë tash, kjo mund të rezultojë në 2 rezultate të ndryshme. Edhe të dyja janë mirë për ty. Për shembull, e para këto mund mos ta kuptojnë se janë gjithë loqe, nuk e kuptojnë që ti ke tallë bythë me to. E kuptoj, do bëjnë sharr me njëri tjetrin, do delegojnë njërin nga këto. Do ketë një plan të qartë në mendje se më ardh me të pyet dhe i herë. E kuptoj, do krijoj një pretekst pse duhet t'ia thosh historinë dhe i herë, që ta marrim vesh, se nuk e pas kanë marrë vesh. Kështu që ti thuj një histori tjetër, prapë, e kuptoj, thuj një të pestë, tallë bythën exponentially. E kupton çfarë do të them? Në këtë mënyrë ti e ke kuptuar që këto vetëm për ty flasin background. Kupton? Vetëm për ty kanë fol dje. Janë zonë me njëri tjetrin kush e kanë gjuajë historinë më mirë. E dyta, me rezultati i dytë është që këto mund ta marrin vesh që ti ke tallë bythën me to, do fillojnë mos me të fol. E kupton? Do fillojnë me të pa kështu. Në këtë mënyrë ti e para ke zbulu që këto flasin më pakrave për ty, e dyta i ke pjerdhë nga jeta jote, që mos kërkojnë më detaje, se vetëm do flasin nëse i jep detaje. Siç e shikoni, llogaria po na del që kjo çika çik si win-win, e kupton, nuk mund të humbësh gjë, maksimumi do humbësh njerëz pler nga jeta jote. Nuk ke gjë për të humbur, domethënë, e kupton, vetëm do kuptosh kush janë këto njerëz, do shohësh fytyrën e vërtetë që ka pasur që në fillim. Do kuptosh që s'do të jap më informacione personale, sidomos nëse të pyesin. E kupton çfarë do të them? Ora në fund ditës do ta hash bythën me ta, se s'është një gjë e keqe me i bëj qefin vetes ndonjëherë, e kupton, do të kapi gazi para gjumit, ç'a budallësh që janë. Kape pupi, kape. Dhe shkojnë kapin 3 veta, shkojnë si qeni, me kap kockën e më mor me hallet e tuaja. E kupton, ja vlen më tall me ta. Gjëja më e rëndësishme, domethënë është se ju dyshoj shumë se do vinë ato ta thonë si na e bën këtë gjë. Se nëse ta thonë kanë nxjerr vetëm bluff fare. O mos keni ç'a bëni, merrni me hallet e mia, s'ka ç'a më të thënë tash. Kështu që është win-win. Këtë mund ta përdorësh, domethënë përdore për mirë, jo për keq, sigurohu që mos dalësh mashtrues, dalësh manipulator. Hajt shihna.